Kjo sallë sot po I tregon gjithë Kosovës se kush Kosova është gati të I prinë ndryshimit, kush Kosova është gati për fitore e kush Kosova është gati për lidhjen demokratike të Kosovës. Unë jam e bindur që pikrisht nga këtu një zë do të dëgjohet anën banë Kosovës. Një zë do të dëgjohet që I takon qytetarëve të cilët janë lodhur nga propaganda. Një zë I njerëzve të cilët po kërkojnë shtet serioz, ekonomi të fortë dhe dignitet për familjet e tyre. E në kohën kur familjet në Kosovë po përballen me çmime të larta, kur të rinjt po përballen me largim të përditshëm nga vendi, kur bizneset po luftojnë me mbijetesë, krejt çka po I japet qytetarëve tonë nga ata që do duhej të merreshin me këto probleme, është retorika boshe, është përçarja dhe është ndarja e popullit shqiptar me zvete. Prandaj, ne nuk vim sot me urrëtie, ne nuk vim sot me përçarje, ne vim me program, vim me përgjegjësi dhe vim me ekip. E mbi të gjitha vim me një vizion të qartë për shtetin, sepse shteti, siç e dini të dashur qytetar, nuk ndërtohet me zhurmë, por shteti ndërtohet me përgjegjësi dhe me institucione të forta. E meqense I kemi edhe themeluesit dhe udhëheqësit paraprak të LDK-s në fushë Kosovë këtu sot me vete, cilë dua t'i falenderoj nga zemra për kontributin shumë vjeçar, edhe zotin Zogaj, edhe zotin Krasniqi. Unë kam një pyetje shumë të thjeshtë për ju. Kush e solli demokracinë në Kosovë? Po pra, rrugova dhe lidhja demokratike e Kosovës. Kush I solli Kosovës shansën për të ndërtuar shtet dhe për të pasur pavarësinë? LDK-ja dhe rrugova. Kush I solli Kosovës aleancat të cilat edhe sot mbesin ekzistenciale dhe të shenjta për Kosovën? I solli rrugova dhe lidhja demokratike e Kosovës. E kush do ta ndërtoj shtetin e zhvilluar, shtetin me investime dhe shtetin me perspektivë për rinin tonë? Vetëm lidhja demokratike e Kosovës, nuk ka alternativë tjetër dhe as nuk do duhej të mendohej ndonjë alternativë tjetër. Ju e dëgjuat kandidatin tonë për kryeministër dhe kryeministrin e ardhshëm me numër 2 në listën tonë, Lumira Abdigjikun, teksa prezantoi një program I cili jo vetëm që është I bëshëm, por në momentin që në krye të shtetit e të qeverisë do të kemi njerëz që nuk gjejnë arsyetime, por gjejnë punë për vendin tonë, atëherë të gjitha ato premtime që I keni në programin 113 pikësh do të realizohen. LDK-ja jo vetëm premton që nuk do të rritet çmimi I rrymës për asnjë cent për 4 vitet e ardhshme, njëkohësisht ju garanton që çmimet e produkteve bazike të gjitha do të ulen. LDK-ja përveç se garanton se shtesat edhe për fëmijë, edhe për nëna, edhe për gratë kujdestare do të garantohen me ligj, në të njëjtën kohë garanton edhe zhvillim e punësim, e rritje pagash, e dyfishim të pensioneve për gjithë pensionistët e Republikës së Kosovës. Të gjitha këto janë të bëshme dhe të gjitha këto do të bëhen. E përveç këtyre, jo vetëm që premtohet, por krah për krah me aleatin tonë strategjik dhe me mbështetjen e tyre, mbështetje të cilën e kemi të garantuar, LDK-ja në qeverisje dhe në krye të shtetit do ta antarësojë Kosovën në NATO si garancën më të fuqishme për sigurinë tonë, për paqen dhe për hapjen e rrugës euroatlantike të Republikës së Kosovës.
Ne e dim sepse kemi përjetuar përgjatë historisë sonë. Sa herë kemi zgjedhur rrugën e përbashkët me aleatët, Kosova ka fituar. Sa herë e kemi zgjedhur maturinë dhe bashkëpunimin, Kosova ka fituar. Sa herë e kemi zgjedhur respektin dhe besimin e ndërsjellë, Kosova ka fituar. Pra Kosova do ta ketë edhe sovranitetin edhe aleatët. Edhe sovranitetin edhe aleatët, si që kishte në kohën e Rugogës, do t'i rikthej që të dyja në kohën e Ligjes Demokratike të Kosovës. Ju falenderit, mos harroni deri në 7 qershor, mos lëni gur